Mirë, kthehemi në studio, të diskutojmë tani se i takon zhvillimeve në Kosovë, do të flasim për përmbytjet dhe dëborën që po shkakton probleme në zona të ndryshme, si dhe për situatën politike. Unë kam në lidhje të drejt për drejt Shkodran Hotin, që është gazetar dhe redaktor në televizionin 7. Shkodran, shumë faleminderit. Ne si të bisedojmë. Faleminderit, merci gjithashtu. Shkodran, edhe në Shqipëri dhe në Kosovë ka patur probleme me përmbytjet. Kryeministri Kurti në Kosovë ka folur gjithashtu dhe për ngricat dhe rreshjen e dëborës, uljen e temperaturave deri në -7 gradë, ka kërkuar kujdes që qytetarët mos dalin në rast se nuk e kanë të domosdoshme. Çfarë po ndodh? Si është situata atje? Situata është goxha e rëndë dhe po flas këtu për 3 ditët e fundit. Dikon kemi të bëjmë me 20 komuna që në një mënyrë apo një tjetër, më shumë apo më pak, janë prekura nga rreshjet të dëmtura të shiut. Natyrisht disa prej tyre janë në gjendje më të rëndë dhe këtu do t'i listoja komunën e Mitrovicës, komunën e Gjakovës, komunën e Rahovecit dhe komunën e Drenasit. Këto janë pak a shumë komunat në cilat situata është më rëndë, pa janë shkaluar edhe komunën e Klinës, por janë komuna ku lumejt kanë dalë nga shtrati, është ridukshëm niveli i ujit dhe ka shkaktuar dëme në disa prej vendeve. Ka pasur nevojë që të evakuohen njerëz, në disa prej vendeve janë dëmtuar shumë prona, qoftë në shtëpi apo biznese, dhe gjithashtu në disa prej komunave është shkaktuar edhe problemi me ujin e pishëm për shkak të turbullirave që janë krijuar në ujë dhe i cili tashmë është i pakonsumuar. Gjendja e ka vështirësuar më shumë edhe ulja e temperaturave që ka filluar nga brëm. Brëm ka pasur edhe rreshje të burës, ndërkohë që ka filluar një rënje e ndjeshme e temperaturave. Gjatë natës së brëmshme temperaturat kanë qenë diku -3, -4, kurse sot pritet që shkojnë deri në -9, çka e bën edhe më të vështirë edhe qarkullimin. Marr parasysh edhe gjendjen paraprake me shiun, me vërshimin. Rrugët janë aktualisht të qarkullueshme, por rrezikojnë që në orët në vazhdim të vështirësohet qarkullimi dhe mund të rrisë dukshë mundësinë që të ketë edhe numër më të madh të aksidenteve dhe në këtë kuadër ka ardhur edhe thirrja e Kurtit të mbrëm që të ketë kujdes dhe të mos ketë qarkullim nëse nuk ka nevojë urgjente. Situatën më të rëndë e bën fakti që në një farë mënyrë tashmë numri i komunave është goxha i madh dhe akoma nuk kemi institucione të mirëfillta të krijuara që të merren me verifikimin e dëmeve dhe me kompensimin e dëmeve, ndonse në disa komuna është thënë që tashmë ka filluar verifikimi i dëmeve. Duhet të thënë gjithashtu që kjo situatë me motin dhe sidomos me vërshimet do të sjellë pasuja edhe në rrafshin ekonomik, për shkak se disa prej rajoneve që janë prekur janë rajone ku bujqësia zhvillohet shumë, siç është komuna e Rahovecit, dhe tashmë me situatën që ndodhemi do të vështirësohet çështja e të mbjellave, pasi që toka për një kohë të gjatë mund të jetë në gjendje të papunueshme, por sidoqë të jetë nga çka thuhet prej Institutit Hidrometeorologjik, situata pritet që të përmirësohet në javën që po vjen, pasi që pritet që të ketë më pak rreshje dhe në një farë mënyrë të stabilizohen edhe temperaturat. Ndërkohë, Shkodran, lidhur me ngricat dhe temperaturat e ulta, ka bllokime rrugësh ose akse që kalohen me vështirësi? Nuk mund të them që ka bllokime, po ka vështirësi në qarkullim. Duhet të them që
me vështirësi në qarkullim përballet edhe vetë kryeqyteti, sepse ka shumë rrugë që me pak rreshje të shiut rritet niveli i ujit në vërtu dhe me pas ka problem, ka bllokada në qarkullim. Dhe këtu po flas për rrugë kryesore të kryeqytetit. Natyrisht që kjo nuk po ndodh për herë të parë, për shkak që në të ndikojnë edhe fakti i ndërtimeve si janë bërë prej vitesh, pra mënyra që është ndërtu në kryeqytet dhe pamundësia që të ketë, si me thënë, kanalizime të mirëfillta, bën që me pak rreshje të shiut të destabilizohet një pjesë e konsiderueshme e kryeqytetit. Deri me tani nuk ka ndonjë rrugë kryesore kështu në nivel vendi që është e bllokuar tërësisht, po natyrisht që brenda qytetit ka akse rrugore apo ka pjesë brenda qytetit në të cilat përkohësisht ka pasur ndalim të qarkullimit, megjithatë ka pas pjesë tjera për të zhvilluar qarkullimi dhe ekipet që janë në teren janë përkujdes që pak a shumë situatën ta mbajnë në menaxhim, por gjithmonë duke qenë të vetëdijshëm për rrezikun që po kanoset dhe që është prezent përderisa e kemi një mot të tillë. Okej, Shkodran, do të flisnim pak edhe për politikën, jemi në pritje të certifikimit final të rezultatit nga komisioni zgjedhor. Vetëvendosja mori një fitore më të mirë në fund të vitit që lan pas se sa ajo e fillim vitit që lan pas, pra nuk ka dilema që e formon qeverinë qoftë me pakicat jo serbe. Pikpyetja është për pranverën, kur s'ka donë dhe mandati Vjosa Osmanit, si pret të zhvillohen ngjarjet, mund të ketë një lloj dakordësie nga opozita për të mos lënë sallën, që do të çonte edhe në mungesë kvorumi. Çfarë po ndodh pak a shumë? Si që thatë dhe ju, procesi i numërimit të rezultateve, një numërimit të vota, më falni, është drejt fundit dhe besoj shumë që java ardhshme, fillimi i javës tashme do të na gjejë me rezultate të certifikuara sa i përket zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Rikujtoj që tashmë pjesa dërmuese e votave janë numëruar, krejt që kanë mbetur janë dikun rreth 3200 zarfe, të cilat deri më tani që po flasim nuk kanë arritë akoma në Kosovë, pro janë vota me post, dikun llogaritë që t'jenë rreth 3000 vota me post, që janë 3000 votat e fundit, dhe pas të cilave përfundon numërimi të gjitha votave. Pastaj do të pritet për një periudhë të shkurtër për ndonjë ankesë sa i përket numërimit, dhe nëse ka ndonjë ankesë dhe merret për bazë, mund të ketë rinumërim të ndonjë vend votimi, po nga çka po shohim deri më tani nuk duket që do të ketë ndonjë ankesë, sepse të paktën deklarativisht nuk kemi pa diçka të tillë, dhe me tu përfunduar ky numërim do të ketë certifikim dhe pastaj fillojnë edhe afatet për formimin e qeverisë fillimisht. Pra i japet mandati Partisë së Kurtit, e cila tashmë i ka votat me minoritetet jo serbe që ta formojë qeverinë, fillimisht normalisht ta konstruoj kuvendin në zgjedhjen e kryeparlamentarit, pastaj ta formoj qeverinë dhe ka një llogaritje sa mandate ka fiks Kurti apo është akoma e paqartë? Aktualisht i ka 57 mandate Kurti, i ka 22 mandate PDK-ja, i ka 15 mandate LDK-ja, i ka 6 mandate AOK-ja dhe i kemi 20 mandate të minoritetet, 10 të minoritetet jo serbe dhe 10 të minoritetit serb, brenda të cilave 9 janë të listës serbe dhe një është e partisë ish ministrit Nenad Rashić. Pra, nga çka shohim tani, Kurti i ka votat për konstituimin e kuvendit dhe i ka votat edhe për formimin e qeverisë. Sa i përket mandateve, e vetmja çka është në diskutim është një mandat që me këto votat që kanë mbet mund të lëviz, po ka shumë pak gjasa të lëviz. Ajo çka mund të lëviz është që vetëvendosin nga 57 të shkojnë në 58,
dhe rrjedhimisht LDK të bien nga 15 në 14, por me trendin e votave që kemi po në diaspor, nuk pritet që të ketë një lëvizje të tillë, sepse i duhet një performim shumë më i mirë vetëvendusis që ta fitoj edhe një mandat të ri proti pe 58. Po më apo pak këtë mandat, Kurti nuk e ka problem formimin e institucioneve tani, dhe me formimin e institucioneve mund kryen disa procese që kanë vetur, siç është votimi i disa marrëveshjeve ndërkombëtare, pastaj votimi i buxhetit që është në limitet kohore, dhe tek në mars i vije koha dhe presidentës. Sa i përket çështjes presidentës, apo presidentit, sepse po i referohen presidentës me qenë se kemi në krye tani një të tillë, normalisht votat Kurti nuk i ka i vetëm, i ka votat i vetëm vetëm nëse dikush prej opozitës ja figuron kulumin prej 80 votave, duke qëndruar në sallë, deri me tani nuk ka sinjale që dikush prej opozitës mund ta bëjë këtë, sigurisht varet shumë nga kush propozohet. Tashmë presidentja Vjosa Osmani ka shfaqur ambicjet që ta marrë edhe një mandat si presidente, por nuk jam i sigurt nëse Kurti e ka të nevojshme që t'ja jap mandatin Vjosa Osmanit edhe një herë, për shkak se tashmë Vjosa Osmani nuk ka prapa vetës një parti si që ka pas në vitin 2021. Përveç kësaj nuk ka ndonjë fuqi politike, domethënë është vetëm pasuror. Urnani? Është dhe në hetim pasuror së fundit. Po, është në hetim, po nuk është shumë problematike një gjë të tillë. Problemi kryesor është që ajo më nuk përfaqëson fuqi politike. Dhe nëse Kurti i jap asaj një pozicion që është në mesin e 3 pozicioneve kryesore të shtetit, i bie që po ja jap gratis. Në një rast të tillë, rrezikon që duke e rikandidu Vjosa Osmanin, mos i bëj edhe numra dhe rrjedhimisht shkohet prapë në zgjedhje. Prandaj jam i prirur të mendoj që Kurti do të sheh që për pozitën e presidentit ta mendojnë ndonjë figurë që mund të quhet mbase konsensuale dhe mund ta bindë pak ndikë prej opozitës apo mbase edhe krejt opozitën që të qëndrojnë në sallë, ta zgjedhin presidentin e ri dhe rrjedhimisht Kurti ta ketë mundësinë që ta ushtrojë mandatin e tij për 4 vjet të ardhshme dhe të mos shkohet në një proces të ri zgjedhor. Pra, siç e thash, Kurti nuk ka ndonjë interes që t'ja jap edhe një mandat Vjosa Osmanit, i vetmi interes që mund të supozohet është që duke bërë president edhe për një mandat, në një farë mënyrë e heq Vjosa Osmanin prej garës zgjedhore potencialisht, sepse duke qenë pjesë e garës zgjedhore, Vjosa Osmani ka potencial që elektoralisht ta adaptojë më së shumti Kurtin, në kuptimin që ato vota që Kurti i ka glabruar, po them kushtimisht prej LDK-s, ti merr Vjosa Osmani dhe në një farë mënyrë t'ja ul përqindjen Kurtit, nëse Kurti kalkulon elektoralisht për ta shmangur Vjosa Osmanin nga gara zgjedhore, mendoj që mund ta bëj një kompromis të tillë duke bërë president edhe për një mandat, po ajo që ka shihet deri me tani është që Kurti nuk po thot me gojën plot që është i gatshëm që t'ja jap mandatin Vjosa Osmanit dhe nuk çuditem që në horizont të dalë një emër i ri që do të mund të ishte pendës edhe për pjesën tjetër të skenës politike, pra për atë që ka qenë opozitë deri djeshme. Kodra, po nga opozita çfarë qasje ka? A e kanë prekur këtë temë nëse do të qëndrojnë apo jo në sallë? Nuk e kanë prekur dhe nuk janë deklaruar faktin jo publikisht deri me tani. Nga opozita kemi një gjendje, le të themi, heshje pas zgjedhjeve të fundit për shkak që ka qenë paksa e papritur një dominim i tillë i Kurdit në 28 dhjetor. Ka qenë një fitore që ka përshtypjen që s'ka prit as Kurdi në përqindjen cilën e pam. Në anën tjetër, se përket opozitës, PDK dhe AK pak a shumë e kanë marrë rezultatin cilin e kanë pas në zgjedhjet e fundit, po flas në shkurt të vitit kaluar, po PDK-ja ka pas një rënje koqa të ndjeshme, pra po flasim për diku 5 pikë përqindjes apo rreth 40.000 vota, një rënje që tash e ka vënë në dyshim edhe qëndrimin e kryet të partisë të Lumira Abdixhikut, i cili
ndonë se nuk ka dhënë akoma dorëheqje, mundësia e dorëheqjes së tij është evidente dhe besoj që shumë shpejt do ta mbledh Këshillin e partisë dhe mund të pritet edhe dorëheqja e tij, por tash ka lëvizje brenda opozitës, të paktën të LDK-ja, sepse PDK dhe AK, siç e thash, e kanë rujt votën cilën e kanë pas, nuk kanë ndonjë rënje të ndjeshme të paktën, mund të kenë për 1000 vota, 2000, 3000, po që në numër të përqindjes janë pak a shumë aty ku kanë qenë edhe në shkurt, dhe deri më tani syt janë tek formimi i institucioneve të reja, konkretisht konstituimi i kuvendit dhe formimi i qeverisë, pastaj sigurisht do të fillojnë që deklarohen edhe për çështjen e presidentit. Nëse i rikthehemi të kaluarës, duhet të potencojmë që në të kaluarën me qëndrimin e sallë të Lidhjes Demokratike të Kosovës është arritur zgjedhja si presidente e Vjosa Osmanit, kështu që në pikpamjen time nuk është e çuditshme që Lidhja Demokratike e Kosovës prapë të jetë partia që në një farë mënyrë është si qelës i një ngërçi potencial sa i përket votimit presidentës, dhe mund të jetë partia që potencialisht mund të qëndrojë në sallë nëse prapë lakohet emri i presidentës Osmani apo vendoset emri i presidentës Osmani si kandidatë për presidente dhe për një mandat. Po nëse kemi të bëjmë ndonjë emër që mund të jetë konsensual, se nuk ka një të tillë që përmendet, po vazhdimisht si me thonë aludohet që mund të jetë dikush nga familja e Asharaj, mund të jetë dikush që vjen prej jo politikës, pra një emër jashtë politikës, besoj që pastaj krijohet mundësia që edhe partitë e tjera të qëndrojnë në sallë, sepse me 3 procese zgjedhore që i kemi kaluar në vitin që lan pas, pra në 2025, nuk besoj që kanë interes asnjëra prej forcave politike që të shkojë edhe në një proces të ri zgjedhor në fillim të këtij viti, e aq më tepër që siç po shihet ndryshimet në rezultat mund të jenë minimale dhe nuk mund të sjellin rësi sa i përket konfigurimit të skenës politike. Ndërkohë, hetimi pasuror për Osmanin si është pritur, Shkodran? Proces normal, sepse në Shqipëri, nga konteksti i SPAK-ut, një hetim pasuror ka goxha peshë më të rëndë. Është edhe atje. Po, realisht është Agjencia kundër korrupsion, për cilën është raportuar që ka filluar një hetim. Nuk ka pas diskutim shumë të thelluar, sepse është një agjenci e cila merret me këtë çështje dhe merret edhe me deklarimin e pasurisë. Po, nuk është diçka shumë e pazakontë. Madje nga Agjencia Antikorrupsion nuk është edhe ka pas deklarim apo detaje sa i përket një hetimi të tillë. Ajo që dihet është megjithatë presidentja dhe familja e saj e ka një pasuri të palojshme, goxha të madhe, e cila mendoj që është mirë që të hetohet, pa dashur që të spekuloj se si mund të jetë krijuar apo si është origjina e saj, po sidoqoftë mendoj që është e udhës që të verifikohet pasuria e çdo personi që është një politik, sidomos për një kohë të gjatë, që ka mbajtur pozicione të larta shtetërore, po deri më tani përveç deklaratës që ka ardhur prej palës së presidentës, që kanë thënë që po dihet pse po organizohet një hetim i tillë mund në këtë kohë, duke dashur ta lëndojnë që tash është periudha ku ajo mund të rizgjedhet si presidente dhe në një farë mënyrë kanë dashur të çojnë mesazh që kjo po bëhet mbas edhe për motive politike. Nuk ka diçka shumë konkrete dhe nuk është as si diçka të pazakontë, përveç nëse nga agjencia dalin me të dhëna që ka diçka për një mend të dyshemt, që nuk e mbulon këtë pasuri dhe që origjina e saj mund të ketë probleme për të verifikuar, përndryshe nuk është as si diçka të pazakontë. Okej, Shkodran, shumë faleminderit që isha me ne, kënaqësi të bisedonim. Kënaqësi si gjithmonë edhe për mua. Mirë miq, kemi mbritur në fund të programit, ju falenderoj dhe juve për vëmendje, ne do të ritakojmë nesër si gjithnjë në orën 13, deri atëherë për lajmet dhe zhvillimet e fundit vazhdoni të qëndroni në Top News, bashkë mirë takofshim.